Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit e nisën vitin 2010 me një angazhim solemn duke premtuar fshirjen nga harta të vatrave kryesore të kultivimit të marijuanës në vend, si dhe minimizimin në nivele historike të këtij fenomeni. Për të arritur këtë objektiv, u hartua paraprakisht një strategji kombëtare e cila planifikoi deri në detaje çdo masë ligjore dhe aksion policor që do të kryej për të hequr vendit një njoll të zezë që i ka dëmtuar imazhin përpara partnerëve ndërkombëtar. Ky objektiv mori vlera krejt të tjera kur ambasadorët e vendeve më të fuqishëm të botës të akredituar në Tiranë jo vetëm kërkuan goditjen e këtij fenomeni, por dhe investuan personalisht duke shkuar në zonat e nxehta për të ndihmuar policinë e shtetit. Viti 2010 parashikohej të ishte viti finalizimit të liberalizimit të vizave dhe lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike u cilësua si një nga kriteret e fundit, të cilin Shqipëria duhet ta përmbushte në kohë rekord, pasi në të kundërt rrezikonte suksesin e krejt procesit, aq të ndëruar nga shqiptarët. Si vjetë kemi nisur këto masa dhe një kontroll në një periudhë më të hershme, për që o bërë të qartë që kjo situatë nuk mund shkojë më. Ky është një aksion kombëtar të cilët ne duhet ta përmbyllim. Situata është shumë më pozitive, duhet të jetë më e rreptë. Ne kërkojmë kuptimin tuaj dhe kërkojmë mbështetjen tuaj. Jemi ju ata që në familjet e juaja, të komshive juaj, tek gjithë rrethi juaj, pasi është një zonë shumë e kufizuar dhe lidhjet janë shumë të forta njëra me tjetrën. Ta përcjellni këtë imazh, ta përcjellni këtë mesazh. Qysh në muajt e parë të vitit 2010, drejtuesit më të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë nisën një fushat të gjerë ndërgjegjësimit të opinionit dhe sidomos të komuniteteve ku ky fenomen ishte kthyer në një gangren. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Hysni Burgaj dhe titullar të tjerë të lartë nënguruan të shkelnin me këmbë personalisht në terren të gjithë vatrat e identifikuara si problematike. Vëmendja e tyre u përqendrua sidomos në jug të vendit dhe kryesisht në fshatin Lazarat. Nevoja për një luftë sa më efikase dhe të koordinuar kundër drogës mbetet një udhërfys në koordinimin sa më të mirë punës midis gjithë institucioneve të shtetit dhe çështë më e rëndësishme me përfshirjen sa më të plotë të shoqërisë. Unë dëshiroj në veçanti të theksoj rolin e rëndësishëm që luajnë partnerët kryesorë të Ministrisë Brendshme dhe Policisë së Shtetit, siç është prokuroria në rastet e operacioneve të sofistikuara për atë që ne e quajmë dorëzimin e kontrolluar, apo për arrestimin e personave në kërkim ndërkombëtar, apo për ekzekutimin letër porosive të ardhura nga autoritetet gjyqësore të huaja. Objektivi strategjik i qeverisë shqiptare është që ta kthejë territorin shqiptar në një territor sa më pak tërheqës për krimin e organizuar kombëtar dhe ndërkombëtar. Natyrisht Shqipëria ka qenë për një kohë të gjatë prodhues i kanabis sativa, sasia e prodhuar në vend ka ardhur duke ulur në mënyrë drastike, ndërkohë që presim me plot arsye që ky vit të shënojë sasinë më të vogël të kultivimit historikisht. Për t'i dhënë rëndësinë e duhur luftës kundër këtij fenomeni kriminal, jo vetëm për ata që janë në varësinë e narkotikëve, por dhe komuniteteve në të cilat kultivohet marijuana, u angazhuan përfaqësuesit më të lartë të trupit diplomatik në vend. Takimet e shumta me banorët në zonat problematike u pasqyruan me shumë publicitet në media. Rëndësia që i dhanë agjensitë ligjzbatuese dhe organet e pushtetit vendor fushatës mediatike krijoi përshtypjen se këtë radhë Shqipëria do t'ia dilte mban, të hiqte emrin nga lista e vendeve prodhuese të bimëve narkotike. Deklaratat publike të drejtuesve më të lartë të rendit e sigurisë dhe drejtuesve të njësisë vendore në zonat e identifikuara si kultivues të bimës narkotike ishin mjaft sfidues ndaj narkotrafikantëve dhe organizatave të trafikut të marijuanës. Për ta bërë sa më bindës dhe të besueshëm suksesin e fushatës antikanabis, në ekranet e televizioneve u shfaqën ministra, deputetë, drejtuesit të strukturave policore, përfaqësues politik të mazhorancës qeverisëse dhe të pushtetit vendor. Ata lanë mënjankë tukët e rehatshëm të zyrave në Tiranë dhe u shfaqën përpara kamerave, duke biseduar gjumë me popullin nga Lazarati deri në Dukagjin.
Trafikimi i lëndëve narkotike jep një imazh tepër negativ për Shqipërinë, ku nga kjo gjë janë prapë të humbur qytetarët e vendit tonë, përfshirë edhe ne që jemi sot këtu. Është pengesë për liberalizimin e vizave dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Prandaj, edhe policia shtetit, pushteti lokal, institucionet shëndetësore dhe arsimore janë dhe duhet vazhdojnë të jenë një blok i pakalueshëm për të luftuar deri në eliminimin e plot të këtij fenomeni kriminal dhe që kriminalizon pa drejt shoqërinë shqiptare. Fushat e ndërgjegjësimit të opinionit u pasua nga veprime operative në teren, ku qindra trupa policie u angazhuan në operacione vëzhgimi e kontrollit të terenit nga ajri dhe toka në mënyrë që kultivuesit të mos i shpëtonin vigjilencës së agjensive ligjzbatuese. Qeveria e kryeministrit Berisha rikonfirmoi edhe një herë qëndrimin e saj për tolerancë zero ndaj kultivimit të bimëve narkotike, duke deklaruar se do të kërkonte zbatimin e rreptë të ligjit dhe ndëshkimin më të ashpër jo vetëm për trafikantët, por për të gjithë funksionarët vendor, duke përfshirë deri dhe krye pleqë të fshatrave më të thellë të vendit. Especially present here at the start. Edhe pse janë kënaqur që një punë e madhe është bërë, dhe është kapur një sasi e konsiderueshme e drogave nga agjencitë kombëtare të vendosjes së ligjit, dihet që duhet të bëhet akoma më shumë punë. Duhet ta themi shumë qartë që kultivimi dhe trafikimi i narkotikëve të paligjshëm është një krim shumë i rëndë, i cili sjell jo vetëm një kërcënim për sigurinë, por ka një ndikim negativ në imazhin publik të vendit, ashtu siç u referua edhe nga parafolësi. Operacioni antikanabis duke sikur po shkonte vaj deri në mesin e stinës së nxehtë, kur bima nisi të hedh shtat dhe të dallojë lehtësisht me sy të lirë. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Hysni Burgaj, të përfshirë personalisht në këtë fushat, e vizituan vatrën kryesore të kultivimit të marijuanës, Lazaratin, edhe në mesin e muajit qershor, gjë që nuk kishte ndodhur kur më parë. Madje vizitat e tyre u interpretuan në media si një garanci më shumë se këtë vit në Lazarat nuk është mbjellë qoftë edhe një rrënje vetme me kanabis. Fermerët e Lazaratit nuk janë të izoluar. Të izoluar janë dhe do të jenë dhe prapahekurave do të jenë ata që e mbodhen në tregti dhe që përfitojnë nga ato tregti, ai grush njerëzish do të ndjejë peshën e fortë të ligjit dhe do të përballet me drejtësi çdo ditë, çdo javë, çdo muaj në muajin e tij. Aksionet e policisë lokale dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë gjatë muajve qershor, korrik e gusht 2010, në disa zona të thella në jug apo në veri të vendit, dëshmuan se dhe ato pak sipërfaqe që ishin mbjellë me bimë narkotike nuk do të korreshin nga narkotrafikantët. Përpjekjet e agjensive ligjzbatuese për ta luftuar fenomenin dukeshin të jetë serioze dhe i jepnin shpresë se më në fund industria e narkotrafikut, madje in Albania, po merrte goditje të fuqishme, madje deri dhe asgjësuese. Por bashkë me shifrat e bimëve të asgjësuara, policia publikonte dhe emrat e personave që sipas ligjit duhet të kishin denoncuar kultivuesit. Fenomeni ekziston në Shqipëri. Ne për herë të parë në këtë 26 qershor të këtij viti mund të themi që jemi larguar një herë për gjithmonë dhe vlerësimeve lidhur me fenomenin në mënyrë aproksimative. Shifrat e përafërta apo shifrat e marrë me mend nuk ndihmojnë njëri, nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Ligji i hartuar me mbështetjen e drejtë për drejtë të kryeministrit Berisha ngarkon me përgjegjësi penale nga kryetari i komunës, inspektori i policisë së rendit që mbulon zonën, inspektori i policisë pyjore dhe deri kryeplakun e fshatit ku gjendet bima narkotike. Por viktimat e arrestimeve të policisë ran pikërisht ata që kishin më pak përgjegjësi, inspektorët e policisë pyjore dhe kryepleqët e fshatrave më të thella dhe më të varfra të Shqipërisë. Zoti Artur, ju keni qenë në kryeplaku i fshatit Peshton, qysh nga viti 2003. Gjatë kësaj kohe keni qenë kryeplak i fshatit.
Keni pas ndonjë problem, në incident në fshat në policinë? Incident, ka gjuajtur njëri me armë aty, ka shpëtuar. Shpëtuar se thamë, ka psoll. Shtë me ta fosje brenda. Kjo ishte... policinë, ja. Deri tani si keni zgjidhur problemet që ke pas në fshat, konfliktet? Po, me paqe çdo gjë. Pa ndonjë. Si është bërë zgjidhja juaj si kryeplak? Me votë. Me votë, e sa vota keni marrë domethënë nga në përqindje nëse ju kujtohet? Ka zgjedhur fshati 3 për shumë. Që 3 ishte sipas popullsisë. Se ka dhe 5 ata që janë fshatra më të mëdha. Në ata 3 dola unë, votojnë. 2-1 doli. Sa paguhet një kryeplak? 35.000. Të vjetra, në muaj. Në muaj. Çfarë detyrash ka në bazë të ligjit? Domethënë çfarë detyrimesh ka kryeplaku dhe çfarë detyrash? Detyrë ka për mbledhjen e të taksave me gjithë vendorët një herë. Ka detyrë të çdo konflikt që është në fshat, po se zgjidha unë ka në komunë, ka në është policia e komunës, pastaj mbas asaj është policia e rendit. Ka detyrë të shoqëroj çdo punojës policia ose të komunës. Më 30 korrik 2010, policia e Qarkut të Kurçës arrestoi kryeplakun e fshatit Mbreshtan rrethin e kolonjës 47 vjeçarin Kujtim Rushiti, si dhe 2 bashkëfshatarët e tij. Akuzat e ngritura ndaj kryeplakut të fshatit Mbreshtan ishin shpërdorim detyre, moskallëzim krimi, si dhe kultivim të bimëve narkotike. 2 ditë më parë, policia e Qarkut Shkodër kishte arrestuar Mëhill Demajn, 53 vjeç, kryeplak i fshatit të Thellë Bruçaj në komunën Pulsi dhe Gjergj Prozhmi, 52 vjeç e Gëzim Hagrepi, 41 vjeç, që të dy me detyrë inspektor të policisë pyjore në këtë komunë. Vetëm një javë më vonë, në 2 fshatra të thella të Shkodrës, menjëherë pasi u zbuluan disa parcela me marijuan, u arrestuan 2 kryepleq të tjerë. Të arrestuarit ishin Gjon Bunga dhe Gjon Nika, që të 2 kryepleq të fshatrave Plan dhe Mgull të komunës Pul të Shkodrës. Në fillimin e korrikut të këtij viti, në bazë të informacioneve zyrtare që janë në Policia e Shtetit, është deklaruar që në fshatin tuaj është janë gjetur 2 parcela me bimë narkotike. Dhe mbas ponët një komunikat thuaj që mes personave ndaluar ishte ju. Domethënë si ka ndodhur? Kjo ka qenë ora 5 e sabat, ardhë policia dhe shpinë, kanë qenë 5 veta. Në ka hëndë vejnë dhe bëjnë kontrol të familjen Monmalës. Dhe me të shtonë ishin një 7 policia këshin rrethuar shpinë ati. Lama atë vëllën brenda, s'kishte asnjëri. Pritën sa eri vëllai, hapën atë shpinë, shkyen kyçin. E gjetën, bën kontroll, gjetën aty arsa me fshek. Gjetën pak drogë, shash. Të gjetën. Mbani proces verbal, firmasën të që ishin prezent aty. Pastaj janë ata nga kishin shkullur policia atje gjetën, nga kishin shkullur drogën. Kjo ishë njerë të pesme rejnë në dorës, sa kishë furgona me komisariat. Po, të parcelat që kanë qenë policia ditë? Zgjidhje fare se ku kanë qenë parcelat se s'morë mo. Jo, kush i ka shoqëruar, thënë, ka pas një shoqëron aty? Po përveç se në një fshatit me dhe ta spirat e me edhe. Me juve është ndaluar dhe polici pyjor? Po, polici pyjor vati dhe vëndi, e i pa parcelat. E i pa e. Ku ishin bjellë. Ju kishit djeni për ato, i kishit pa në një? Jo, s'kishin djeni. Bilen ne kishim dalë me ato pyjorës, para një 10 ditë kishim bajden për shërërbal. Kishim dalë grup, e mua bashkë. Është zonë e thellë aty ku kanë qenë ato? Zonë e thellë, prej. Bashëm ata në vizmali. A kishë mundësi ta shifni dhe pushmëndar? Ate si që më se kam prasë e vëndi se përmës, do si të thaj pyjorës dhe helikopterës më dhe gjedot. Juve si u kanë drejtuar? Më brenda jo. Asë një gjithë. Po këtu kur u bë... Këtë një gjithës pranua asë për avokatat të gjithë. Kur u komunikuan që do shkonit në polici, pyetët përse? Vetëm për të pjetur, Pas një gjithë. Të vishë polici se kemi punë. Pa ti
Kush e mori pyetje në policë? Atje mori një i krimeve me një tjetër të antidrogës. Në Gjirokast, shpërzen rus ka i kishë. Për çfarë u pyetën, domethënë çfarë detaje shkruan? Ke djeni, jo çaj ke filanin, për këtë Edmond Malon, çka kushëri rekes, kushëri dytë. Ata jo mos ke ditë gjë dhe jo, s'kam ditë gjë. S'ke ato, s'ke financua. Edhe që s'kam ditë gjë para aty ku ishte droga. Por rasti më ilustrues se çfarë ndodh në të vërtetë me atë që cilësohet si toleranca zero në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, është ai kryeplaku të fshatit Peshta në rrethin e Tepelenës. Kryeplaku në moshë të re, vetëm 36 vjeç Artur Malo dhe specialisti pyjeve Novruz Hysi, 53 vjeç nga Tepelena, u arrestuan me akuzën mos kallëzim të krimit. Të thanë që ta komunikuan që në bazë të ligjit, domethënë mbaje përgjegjësi edhe për këtë. Ligji nuk është, e thashun, ligji nuk është dhe ashtu në vetëm fletore zyrtare është. Parlament nuk është votuar si ligj. Fletore zyrtare po. Pastaj shkon unë kam lajmëruar edhe ty i thash dhe kryetarin e komunës për këtë punë. Po keni ka policë komuna, që se paguajnë janë 2-3 nga komuna që për këtë punë. Se s'është vetëm edhe polici i zonës, inspektori i zonës. Inspektori i zonës servi fare, unë bilemi kanë kërkuar dhe ndihmë inspektori i zonës, i thashë. Po ke djeni, hajde vemi bashkë të shkulli. Ai më ka thënë që ikse e bën për mua i shefi kriminal, nuk e bën për ty. Po në bazë të ligjit, mësa djeni ka mund, duhet ishin shoqëruar bashkë me ju dhe kryetari i komunës dhe inspektori i policisë. Komunës dhe inspektori po as nuk mërën as fare. Nuk kanë qenë atë. Prap. Mërë mundimi fare të vinë as të kryetari i komunës, edhe kryetari i komunës nuk pyeti fare se punoj si ti ishte arrestuar. Bashkë me juve në ambientet e izolimit, ka qenë dhe inspektori i pyjeve? Po. Bashkë të dy. Bashkë të dy. Ka pas njëri tjetër në qeli kur ishit? Ishte një, këtë vetë atje gjetën brenda. O futu gjithë bashkë domo? Po kishe dhoma vete sa doja atje për në linin në gjëjërja. Sa ditë keni qëndruar i ndaluar? 3 ditë. Dhe 3 net. Dhe kur jeni liruar me vendim gjykatës? Me vendim një gjykatës po. Gjithë lirë. Çfarë u komunikoi gjykata? Komunikoi atë komunikimin që dha prokurori. Ashtu në gjendje lirë. Gjykata la vendimin e prokurorit. Po, ndike penale. Që nga i moment u kanë thirrur më? Kemë vajtur një në datë, se thanë në të hënën e parë të çdo muaj. Të hënën e tretë të fundit muajit. Thanë të hënën e parë të gushtit, mos hajin më sa kur temu. Se janë pushime tani s'na kanë filluar. Ligji parashikon qartë që përgjegjësi për rastet kur konstatohet kultivimi i bimës narkotike në një njësi vendore mbajnë kryetari i komunës dhe inspektori i policisë, por në pranga përfunduan vetëm ata që nuk i prishin punë askujt dhe nuk kanë asku të ankohen. Kryeplaku i fshatit të vogël Peshta në Artur Malo kishte gati 8 vjet në këtë detyrë, në përmbushje të së cilës ai përfitonte vetëm 35.000 lekë të vjetra në muaj. Ky detaj në vend që ta ndihmonte, e çoi për herë të parë pas hekurave të burgut kryeplakun e ri të këtij fshati të thellë të Tepelenës. Ajo që ndodhi e detyroi kryeplakun e fshatit Peshtan që të dorëzonte menjëherë vulën dhe detyrën e kryeplakut për të mos rënë sërish viktimë tolerancës zero të aksionit mbarkombëtar antikanabis. Sasitë e konsiderueshme prej qindra dhe mijëra kilogramësh me marijuanë të kapura vetëm gjatë këtij viti nga policia e shtetit dëshmojnë qartë se bosët e vërtet të kësaj industrie Made in Albania nuk janë kryepleq që s'kan bukë të hanë në fshatrat e thella. Këto lloj qëndrimesh me 2 standarde ndaj zyrtarëve lokal tregojnë se kryepleq që përfundojnë pas hekurave të burgut shërbejnë thjesht për të mbushur statistikat, ndërsa ata që e drejtojnë dhe përfitojnë nga trafikimi i marijuanës Made in Albania vazhdojnë të jenë në krye të detyrës.
Nga momenti që keni dalë nga izolimi, a keni vazhduar më detyrën e kryeplakut? Kam vazhduar që dini që dole. Po pse? Sepse nuk më përgjigja sekretari i komunës dhe tjerë. Se një punoj si ti të futet brenda dhe mos ta çash kokën herë. Kryeplaku çfarë dokumentacioni mbante domun? Kur ishin në detyrë, çfarë kishit? Kishin Një vul. Një vul. Në një vul, një vërtetim, duhet të sia për shpitje më të bësh në hipotekë, për toka për dhe. Pa vullën times, pranë një kadastr. Ju me njëherë i dorëzuat ato? Po, me njëherë. Ku i keni dorëzuar? Në komunë, të sekretari i komunës. Që nga jo ditë ka kryeplak për shkak? Jo s'kam. Po dini raste tjera për shembull, ose keni dëgjuar në zonën e Përmetit që kryeplakët që janë ndaluar nga policia kanë vazhduar detyrën apo? Unë di që një në Kashis të Belenës e ka dorëzuar një i Hormovës, po, të pak në komunën time qendër. 3 ditë që janë dorëzuar. Po me këtë që ju ndodhi juve, mendon që ja vlen domethënë ta marrësh përsipër në përgjegjësi tillë? Ja vlen. Inspektorët e zonës rrinë pinë kafe në për klube dhe përpejtën brenda. Ju si kryeplak kë përfaqësoni, kë forcë politike? Në ka një djathë, në kanë kryetar partije. Po ta futin në kryetar partije. Kryetar partije i PD-s për fshatin. Për fshatin. Sa vit një që këtë partije? Kanë 3 vjetë ca, 4 vjetë. Të vazhdoni dinë atë? Vazhdoj, se s'me hejtë të asaj. Kanë zhjetë fshatin me. Atës me hejtë të asë Berisha, kryetar i partijës të Belenës.